4 shenjat e zodiakut që po shkëlqejnë në biznes dhe karrierë. Do të keni një mundësi të papritur. Jemi në një periudhë ku energjitë e universit po ndikojnë fuqishëm në fushën e karrierës dhe biznesit. Kjo mund të jetë periudha që keni pritur për të shfaqur potencialin tuaj dhe për të marrë mundësi të papritura që mund të ndryshojnë gjithçka. Nëse je duke kërkuar një mundësi për të shpërthyer, kjo mund të jetë koha për të vepruar. Disa shenja të zodiakut do të ndihen më të fuqizuara këtë javë dhe mund të ndodhin ndryshime të mëdha që do t'ju shpërblejnë në mënyrë të pabesueshme. Po, mund të ndodhi dhe ty. Po cilat janë ato shenja që po shkëlqejnë dhe po përfitojnë më shumë? Le të zbulojmë. Dashi. Dashi do të ketë një periudhë të shkëlqyer për të rritur në karrierë. Me influencën e Marsit do të ndiheni të fuqizuar dhe të motivuar të ndërmerrni veprime të mëdha që mund të ndryshojnë kursin e jetës suaj profesionale. Një mundësi e papritur mund të paraqitet dhe do të kërkojë që të veproni menjëherë. Luani. Luani është në kulmin e energjisë dhe besimit. Ky është një moment ideal për të shfaqur talente dhe aftësitë tuaja. Në punë mund të merrni një mundësi të papritur që do t'ju mundësojë të rritni ndikimin tuaj dhe të arrini maja. Ju po shkëlqeni dhe të gjithë do të vërejnë këtë. Shigjetari. Shigjetari është i gatshëm të ecë përpara në aventurat profesionale. Kjo javë është e favorshme për të ndjekur mundësi që mund të dukeshin të paimagjinueshme më parë. Shfrytëzoni entuziazmin dhe optimizmin tuaj. Dhe një mundësi e jashtëzakonshme mund të hapet për ju në një projekt të madh. Ujori. Ujori mund të shohë një shpërblim të madh në fushën e biznesit dhe karrierës. Me planetin Jupiter që ndriçon jetën tuaj profesionale, mund të ndiheni të frymëzuar dhe të motivuar për të realizuar projekte të reja. Një mundësi që duket e paqartë në fillim mund të bëhet një mundësi e jashtëzakonshme. Për këto shenja, universi ka planifikuar mundësi të mëdha që do të mund të ndryshojnë jetën tuaj profesionale përgjithmonë. A keni ndjerë këto energji? Cila shenjë mendoni se do të shkëlqejë më shumë këtë javë? Për të marrë më shumë parashikime dhe udhëzime shpirtërore, ndiqni zërin e universit dhe bëhuni gati për mundësitë që po vijnë.